Zona fushore e bashkisë Vau-Ideis deri te kura e Xholulit në rrugën e Velipojës është një ndër më të rrezikuara nga përmbytjet gjatë stinës së dimrit. Kjo është arsyeja pse disa nga grafikët të posaçëm të bashkisë çdo vit kryejnë ndërhyrje për pastrimin e kanaleve kulluese. Sipas nënkryetarit të kësaj bashkie, Elvis Preçi, deri tani janë pastruar rreth 40 kilometra kanalizime, ndërkohë që edhe bordi rajonal i kullimit ka njohur ecuri të mirë për pastrimin e kolektorëve kryesor. Kemi marrë masat e duhura, po bëjmë pastrimin e kanaleve kulluese. Për momentin janë njësinë Boshat. Aktualisht mjetet po punojnë në fshatin Melgush dhe fshatin Hoten. Kemi bërë pastrimin e 40 kilometrave kanale Vadica dhe tani po ashtu besojmë 4 kilometra do janë edhe kulluese. Pastaj do vazhdojmë me njësinë e Vaut të Dejës, e cila vit pas viti na kemi hasur vështirësi gjatë përmbytjeve. Në vijim përveç zonave të Bushatit dhe Barbullushit, puna do zhvendoset edhe në fshatrat e Mjedës dhe Hajmelit. Krahas pastrimit të kanaleve pritet të nisë edhe një projekt për sistemimin e plotë të porojit të Glinës në Vaun e Dejës, i cili çdo vit paraqet rrezik për shumë banesa. Ne kena edhe projekt që kena paraqit ministrisë, dhe shpresojmë që të marrë financimin e duhur, që të bënë një ndërhyrje që të jetë e përhershme. Nga që porroji i Glinës kalon në pjesën e Fangut, që është pjesë e qytetit të Vaut të Dejës, normalisht bëhet fjalë mbi 150 familje që janë të rrezikume. Mbyllet një problematik, një nga problematikat më të mëdha që ka bashkia Vaut të Dejës. Përveç zonës fushore bashkia Vau-Ideis, ka në përbërje dhe fshatrat e thellë malore, si ato të Shllakut, që gjatë gjithë dimrit rrezikojnë të izolohen për shkak të rreshjeve të dëborës. Sipas drejtuesve lokal, është ndërhyrja për riparimin e rrugës kryesore që lidh fshatrat e Shllakut, ndërsa sektori i emergjencave civile po përgatitet rezerva ushqimore për raste të veçanta.